Fshati Asim Zeneli, i njohur për bukurinë dhe traditat e tij, gjallërohet gjatë stinës së pranverës. Banorët e tij mezi presin këtë periudhë të vitit, pasi është koha kur natyra fillon të lulëzojë dhe puna në fshat me ritme të tjera. Pas një dimri të gjatë ata fillojnë të mbjellin baçet dhe merren me punë të tjera që janë thelbësore për jetesën e tyre. Pranvera është një moment i veçantë që i jep fshatit një panoramë të re dhe e mbush atë me ngjyra dhe jetë. Po, si vjetë nga ka gjetur shumë mirë, se s'na ka rarashi, asisht nga ka gjetur mirë fare. Edhe pemët e në mirë, gjitha fshati mrekullueshëm. Çfarë punësh bëni tani? Tash një me baqera. Ja millën patate, qep, spinaqre, lakraç, janë këto të kohës. Tashtin. Punë kaloi 6 muaj në Amerikë, dimrit, behajnë vi këtu në shtëpi. Nga që i ndjem më mirë këtu. E çfarë merresh tani? Tashti po mirë qepët e njoma. Ati merre me punë, punoj bojaxhi, vi këtu miell baçen, rride nga fundi tetorit, pastaj iki prapë. Sa vite keni që jetoni ande? 5 vjet. Ne që kemi ngjerë me nëj baçet, mbjellëm nëj peri, me nëj gjë, ja këto çdo bëjmë. Pranvera është gjithashtu koha kur numri vizitorëve në fshatin Asim Zeneli fillon të rritet. Ky fshat është një nga destinacionet më të vizituara në njësinë administrative antikone për shkak të bukurisë së natyrës, traditave dhe mikpritjes së banorëve. Plot dhe neve në kënaqet shpirti shumë njerëz shumë që vinë. Plot vinë turista më çdo krah, të shkollës e vinë. Tu mua djali më mirret me turista, me kalerin. Edhe kanë ardhur shumë, vinë, ikin, bëjnë. Qëndrojnë në fshat apo largohen? Qëndrojnë, ka 2 familje që flën, hanë, pinë, flën këtu. Punë në këtë fshatin tonë, një bujtin ishtë vetëm, që predova të turista. Po në përgjithësi mirë, ka, gjatë behajt ka, po që vinë kështu nga këta që të shoqërore me automjete që i ka me vete komplet. Vizitorët vinë për të shijuar pamjen magnitëse të fshatit dhe për të mësuar më shumë për kulturën dhe jetesën rurale, ndaj dhe në këtë kohë banorët fillojnë përgatitjet për t'i mirëpritur ata.